biznesin si armik për ta gjobitur dhe për ta ngarkuar dhe jo për ta mbështetur dhe për t'ia lehtësuar aktivitetet biznesore, vërtet është mjerimi që pret atë shtet. Në këtë drejtim po lexojmë, jemi dëshmitar të saj. Më kujtohet në emisionin e fundit kur kam qenë tek ju, e kam theksuar që sot nuk është problem furnizimi me energji elektrike, sa është transporti i energjisë elektrike, dhe këtë politika në Kosovë nuk po e kupton, por do ta godetë dhe do të jetë barë për sektorin privat, sepse me dëshirë apo pa dëshirë është një, do të thotë, vendim urdhërues i qeverisë që nga 1 janari, që nga 1 qershori të dilet në tregun e lirë, një treg që nuk ekziston, dhe besoj do të jetë një barë shtesë që do të rëndoj parametrat substancial ekonomik të Kosovës. E para, do të jetë e pamundur që prodhimet made in Kosova të jenë konkurrente me vendet e rajonit, e dyta, shërbimet e Kosovës do të jenë po ashtu të goditura. Kur e kemi këtë binom të goditjes, do të kemi të kurje të vendeve të reja të punës, dhe nëse ky është interesi politikës, atëherë definitivisht nuk është interes i... Pra pësojnë bizneset? Definitivist pësojnë bizneset, po pësojnë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Qysh pësojnë qytetarët e Kosovës, do t'i gëgjel ju? Do të ketë, do të thotë, 2 forma të cilat do të ndikojnë tek qytetarët e Kosovës. Po ne mjerisht bisedojmë gjithmonë vetëm nga dimensioni ekonomik, dimensioni politik, pas njëherë nga dimensioni emocional dhe psikologjik. Në dimensionin ekonomik do të kemi ngritje të çmimeve, që është e pa evitueshme. Për 2 fish më shumë? Ndoshta më tepër, sepse nëse thuhet sot që faktura apo rryma është e shtrajtuar vetëm për 16.1% nuk është e vërtetë, sepse për bizneset do të jetë shumë fishe dhe këtë po e dëshmojnë ulëmtimet e sektorit privat, prandaj çmimet do të jenë të goditura në mënyrë drastike. E dyta, kur kemi ngritje të çmimeve, ne do të kemi, do thotë, ulje të konkurrenshmërisë prodhimeve kosovare dhe do të jenë e pamundur të jenë konkurruese jo në vendin tonë, po edhe në rajon dhe më gjerë, dhe kur kemi të kurja apo ramje të shitjeve, definitivisht do të ndalohet apo do të kurret produktiviteti apo prodhimi, dhe kur kemi ramje të prodhimit që ka mbetë tjetër përveç reduktimit të fuqisë punëtore. Mjerimi më i madh është që një hap i tillë po ndodh në kohën kur Kosova po zbrazet në 3 dimensione. Dimensioni i parë që është shqetësues është faktori njeri, ku nuk po ikën vetëm të varfërit, po ikën edhe ata që kanë një stabilitet ekonomik, po dëshirojnë një jetë dhe perspektivë më të mirë, po ik kapitali i kosovarëve, të cilët po investojnë në vendet të rajonit